Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga Durrësi. Kemi udhëtuar nga Tirana në Durrës sepse këtu banorët e një lagje të Durrësit, një lagje të vjetër, ku jetojnë prej 200 vitesh, ka një hall të madh. Shtëpitë e tyre është vendosur që të shkatërrohen. Janë 74 familje që mbeten në qiell të hapur, sepse qeveria ka miratuar një projekt për lirimin e hapësirave për të zgjeruar parkun arkeologjik, pra parkun antik të Durrësit. Në fakt, këto familje e kundërshtojnë këtë plan, këtë projekt në shumë faza të tij, duke filluar që nga mungesa e konsultimit publik, thonë familjet, nuk jemi konsultuar, nuk është diskutuar me ne na erdhi si rrufen qiell të hapur, thonë familjet. E më pas, ata godasin këtë projekt për shkak se ka familje të cilat ndodhen ngjitur me familje tjera, njëra prishet, njëra nuk prishet. Në mënyrë selektive, po bëhen prishje, thonë banorët. E më pastaj kundërshtojnë edhe projektin në vetvete për shkak të sasisë së parave që jep shteti. Me aq para sa na dëmshpërblejnë, thonë banorët, nuk kemi ku të blejmë shtëpi në Durrës e në Tiranë jo. Pra, me pak fjalë, këta banorë mbeten totalisht qiell të hapur me disa lëmosha që jep shteti dhe që i quajnë dëmshpërblim. Unë kam mbledhur disa prej banorëve, të cilët pak më herët ishin para Bashkisë Durrësit duke protestuar. Nuk është protesta e parë që bëjnë, kanë protestuar dhe më herët, por duke se deri më tani, shteti nuk ka lëvizur, ka heshtur, ka qëndruar në pritje. Ne do t'i pyesim banorët gjëra gjatë, sepse kaq sa thash unë është vetëm esenca që ne kemi mundur të mësojmë. Po aq sa kemi mundur të mësojmë janë përmes kronikave 1-2 minutë në ditë që japin televizionet për të mbushur edicionet informative. Ne duam t'i dëgjojmë me detaje çfarë po ndodh me këtë projekt. Do të flas me banorët, faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me mua. Zonjë. Përshëndetje. Si quajnë? Unë jam Mentela Koja, jam një banore prekur nga projekti TIT i aprovuar në 2022, 2024 dhe objekti është në mënyrë paradoksale, po flas për objektin tim. Deri tani kam folur edhe për tani këto janë dy projekte 2022-2024. Shiko, ka qenë një plan, jo, në 2020 është bërë një plan menaxhimi, është bërë një marrëveshje me Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, ADF-ja, domethënë Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, për zhvillim dhe Ministria e Kulturës. Për bërjen e planit menaxhimit. Siç u bë për Butrindet? Pikërisht. Për hartimin e një plani menaxhimi. Plani menaxhimit është relativisht i mirë, ose mund të themi në terma teknike është shumë i mirë. Për ta zhvilluar këtë zonë? Për ta zhvilluar. Në 2022, në bazë të këtij plani menaxhimi, ka dalë nga KKT-ja leja e zhvillimit për projektin e rikonstruksionit të hapësirës amfiteatrit dhe jo vetëm për te, pra që quhet projekti TID i amfiteatrit Durrës. Që në këtë fazë u dallon, mua më ka qelluar fati duke qenë që jam dhe profesioniste, arkitekte urbaniste, më ka qelluar ta shoh projektin në rastin tim. Dhe pash që aty kishte gafa të rënda në hartimin e projektit, qoftë edhe për pjesën time. Në detyrë ata kanë një detyrë, shiko, kur bëjnë projekte të tilla, objektet merren dhe analizohen së pari dhe grupi projektimit ka për detyrë që në mënyrë të saktë të paraqesë gjendjen ekzistuese të objektit, të paraqesë historinë e objektit, të paraqesë çfarë gjë ka vlerë dhe çfarë gjë nuk ka vlerë. Në rastin konkret, për të justifikuar një ndërhyrje që nuk dihet se kujt i ka prishur punë, objekti, rasti im, është interpretu komplet gabim. Ai është një projekt i kohës së Italisë, i bërë që në 41-shin, del në videot e hershme të Durrësit, ndërkohë grupi projektimit nuk na ka pasur mundësi të marrë vesh se çfarë objekti është. E ka interpretuar si shtesa pa leje dhe shkon e prish në një objekt që s'është as në zonën e amfiteatrit, as në pjesën arkeologjike, është një godinë peskaçe dhe i prish papafingon me arsyeën e thjesht të interpretuar keq në projekt që ky objekt nuk ka vlera të prishet. Domethënë që këtu jo prishet vetëm kati papafingo. Domethënë po ta marrësh, tash më qellon fati që unë bëj ekspertizë edhe për projekte të huaja, për të tilla probleme, gabimi kërkohet te projekti. Kush ka dhënë pikërisht këtë ekspertizë? Dhe jo, dua ta shpjegoj rastin tim sepse kur u lidha me të tjerët, ishte po njëjti rast.
Ishte po i njëjti rast si imi, do me thënë objekti nuk studiohet, nuk paraqitet në gjendje ekzistuese, nuk i bëhen analizat elementare, kulturore, të shtrezimit urban që ka objekti. Në këtë zonë, rrotull murit, amfiteatrit dhe mureve të kalas, të vjetra, antike, ka shtrezime të epokave të ndryshme. Në qoftë se ne të gjitha objekte që në dukje janë të vjetra, do t'i merrnim dhe do t'i prishnim, Dubrovniku nuk do ishte ai që është sot, Berati nuk do ishte ai që është sot, sepse në koha ka bërë të vetën. Dhe tani me këtë logjik i bie të prishim dhe Elbasanin që është brenda kalas. Dhe Elbasanin po kështu e ka marrë ADF-ja në menaxhim. Dhe mënyra se si ata po procedojnë është një ndër problemet e mëdha që ne po ndeshim. Më ka qelluar në rastin tim të kem korrespondencë, t'i dërgoja ADF-s letra dhe t'i them, keni bërë gabim, duhet ta korrigjoni. Mënyra se si e transmetojnë gabimin është e paprecedent. Bëjnë një pipong Ministri Kulture, bashki, thonë, ju shkoni tek organet tuaja, tek ministria dhe tek bashkia. Shkon tek ministria, nuk të jep përgjigje. Shkon te bashkia, thot ma ka sjell ADF-ja. Ky pipongu institucional ka sjell në këtë ditën. Është për të lënë është për të hedhur fajin dhe për të ndet pa faj. Pa faj, po faj. Ajo që pyesin njerëzit është, ore për të qartësuar, sa prishen, sa shtëpia prishen komplet. 74 objekte ndërhyet. Ndërhyrja është që nga prishja, rikonstruksioni, marrje dhe trualli. I merr dhe truallin, oborin. Çështja është që këto bëhen pa dieni. Kjo është gjë akoma dhe më flagrante në këtë histori. Nëse në rastin tim unë pata rastin të nëpërmjet mundësive të mia për ta marrë njerëzit këtu, asnjëri s'ka pas dieni. Kur e morën vesh? Me fletën që i erdhin me 26 gusht, me vendimin e 26 gushtin, për shpronësim, i vjen një letër në derë dhe i thotë shtëpia jote transformohet. Shtëpia jote fare. Po se është përfolur që para 2-3 vite. Por është përfolur, shiko, diferenca nga përfolja, nga media, nga prezantimet publike, kur ty të prekin objektin tënd, institucioni duhet të vjetë objekti jot, duhet të pyesi ose prit, duhet që kur hap projektin, që është hapur plani menaxhimit, duhet të thotë që unë kam një plan në shtëpinë tënde. Edhe për ta diskutuar. Dhe pastaj ligji e ka të vendosur, vetëm më i fundit është i 20 i dyti i 20-s që ka lidhje edhe me trashëgiminë kulturore, ku thotë njerëzit duhet i marrësh nominalisht dhe me proces verbal mendimin, sugjerimin, shtëpi. Po pyetja është e thjeshtë. Kur na shpronsuan na kanë gjetur nominalisht të gjithë. Zotrit kanë ardhur nga Italia, nga Belgjika, nga si më thënë, të themi vendet, si e pas ke gjetur ti kur e shpronsove dhe nuk e gjete kur hartove projektin. Ligji i planifikimit të territorit, ligji që rregullon studimet mjedisore që shoqërojnë këto, quhet impakti social dhe mjedisor i planeve të zhvillimit, e ka shumë të shkruar në mënyrë eksplicite konsultimin me publikun me firmë, ku secili nga këta banor duhet ishte dhënë. Tani ky projekt e ke parë. Çfarë e ke të sjell ndryshe në atë? Do bëj rrugë të reja, do bëj lulishe? Absolutisht, ai do pastrojë në mënyrë selektive shtëpi, do marrë obore, do shkon merr prona deri përtej zonës që ka qenë pjesë e tidit në fillim, pra ka shkuar deri në kufite kishës ortodokse, kishës katolike dhe deri në cep, ku një shtëpi e merr dhe një se merr. Do të thënë këto për ta parë tamam, këtë ne na duhet më shumë informacion. Pra ju po thoni që ka selektivitet. Pa diskutim. Po kjo është gjëja më skandaloze e kësaj. Pra ngjitur ajo që thash unë hyrje, sa i pretendimi juaj është që unë e thash në hyrje. Po kjo nuk është problemi. Janë dy shtëpi ngjitur, njëri prishet, njëri s'prishet. Sepse kjo ka të bëjë me kjo tregon se sa i pa përgjegjshëm është projekti. Po e kuptoj. Ore, kjo që prishet, çfarë bëhet trualli kësaj? Bëhet lulishte. Lulishte. Me 3 stola. Po ti që ta prishësh atë duhet ta justifikosh. Aty ka raste objekti që prishet ka murin 500 vjeçar, të 1500-s. Në Turqisë ka shtrezime. Ky qytet ka shtrezime. Se ka objekte që janë të vjetra dhe do prishen. Dhe prishen sepse aty objektit, shiko, në urbanistik
ka një term, shtrezim urban. Po, e kuptoj që Dhe në muret shtrezimin urban njëri mbi ti tjetrin. e shikon edhe në këtë murin këtu, Po. gjen tulla të kohës romane, të kohës otomane, etj, që ky është Po. kështu i pastër. Mendo të shkosh në lagjin e Banimit, shkoni në Berat, shkoni në këto vendet, shkoni në Dubrovnik. Dhe ky prishet. Dhe këto tani, do të thënë që ta kapim këtë si problem, do na duhet të shohim si janë dhënë termat projektit, termat e referencës A ju quhen. ato si keni? Normal, ata nuk ka, teri informativ është një nga problemet. Nuk gjehet asgjë online, nuk gjehet asgjë në kohën e konsultimeve, tash kemi për kërkesë. Ti po kërkon një informacion që duhet ishte që në 2022-shin, po e Që kërkon në tani 2020-ën, kur të ka ardhur kur ka filluar ta bëj kur planin. ka ardhur letra. Pa, ishte me gushti 25-s ka dalë nominativet për 3 muaj do t'i shpronësoj njerëzit. Dhe një pjesë e banorëve nuk janë këtu ke muri, janë larg se Janë larg, po dhe këta që nga këtu e deri larg, çrëndsi ka. Në qoftë se projekti qoftë edhe 2 nga këta gjenden me gabime. Në qoftë se edhe 2 nga këta njerëz i është bërë pa drejtësi, duhet ndalohet. Duhet ndalohet. Tani këto shtëpia janë banuara se ka i pretendim që janë të pabanuara. Dhe gjëja më e trisht në këtë histori është që janë gjithë familje dursakësh të vjetër. Ky është dursi i vjetër. Kjo është bërthama e dursit të vërtet. Pra ne- Ktu gjen po ta do ju vë në dispozicion listën me janë gjithë emrat e dursakëve të vjetër aty. Do me thënë, kjo është një goditje, prandaj dhe në këto parulla tona gjen pikërisht këtë, që na kanë lënë, kjo është, ja si e kemi atë, kjo është dëbim. Projekti ti nuk është zhvillim, është dëbim. Ai po do me thënë, unë përdora sot një term shumë interesant, është bërë playground to the rich, është një shprehje, fush loje për të tallur të pasurit apo mafiozët apo kushdo qofshin. Dhe kjo nuk mund të ndodhi me njerëz që përveç që kanë mbi një shekull këtu, me shtëpia që kanë mbi një shekull këtu, por me njerëzit e zakonshëm. Dhe gjëja më e tmerrshme mbas gjithë kësaj historie është se edhe sikur ata ti kishin shpërblyer. Në qoftë se këto banor nuk do donin të lëvizni, nuk duhet ta lëvizi, e ka eksplicite në ligj. Në qoftë se këta njerëz duhen ta rikonstruktojnë, ligji e parashikon që jepet e drejta pronarit njëherë ta bëjë rekonstruksionin. Nuk mund të vinë një nga jashtë të japi një letër e thotë të rikonstruktoj shtëpinë tënde. Sikur edhe me artë ta veshi. Është jashtë çdo sensi zhvillimi. Do të thënë, po ti numërojmë shkeljet në këto projekt janë pafund. Po kryesorja është ti Marzotni ke marr vendim për një 100 familje, për 200 familje, çfarë do, pa i vënë në dieni. Kjo është skandal. Asnjë lloj. Kështu si qemi mbledh një bashkëri. Jo, shive çfarë ndodh. Këto bëjnë ca prezantime me njerëz që i njohin vet, me njerëz të kontrolluar dhe i quajnë dëgjesa publike. Në ligje janë të përcaktuar shumë mirë. Dëgjesat publike nuk janë prezantim projekti. Prezantimi i projektit është ashtu. Dëgjesa publike, siç u thash dhe më përpara, parashikon që të gjitha njerëz me emra të vinë dhe të lajmërohen se çfarë po ndodh me shtëpinë e tyre në procedura projektimi. Më lëni të hyj vetëm 2 minuta në profesionin tim, pa filluar një projekt duhet të ndodhi kjo. Pra unë nëse do vi në këtë zonë këtu, pa filluar unë punë si arkitekte, si urbaniste, duhet i marr njerëzit dhe të them çfarë doni të bëni këtu. Çfarë mendoni se ka nevojë ti marr ti shkruaj dhe pastaj të filloj projektin. Por dhe plani menaxhimit e citon pikërisht të ligj. Këtu duhet të merren në mënyrë nominative njerëzit me siglim. Domethënë, kjo është që duhet ishte bërë. Që atëherë nuk është bërë tani, ne në këtë moment themi pezulloni projektin. Dhe prandaj po marrim masa të një niveli ndryshe. Që janë? Padije kolektive. Keni bërë padi? Po. Kemi hedhur për sigurim padije aktin e shpronësimit që të mos vazhdojë shpronësimi, të paktën për aq familje sa u bëm, mbi 14 familje, bëhemi 18 deri në dhe kemi hapur proces gjyqësor, po bëjmë gati materialet për të bërë dosjen mal, për t'i treguar atyre që gjithë gabimet që ka projekti. A ka kohë që lihet kohë për të mos ndërhyrë në shihen shumë? Në qoftë se gjykata na bën sigurim padije, të paktën edhe për këto objekte tona është një fitore e parë shumë e rëndësishme për të kauzat kolektive.
Pastaj ne në qoftë se do na jepet mundësia, në qoftë se ne do na jepet mundësia të shprehim të gjitha këto që po themi me letra dhe materiale dhe me harta dhe me raporte, shpresa jonë e madhe është që ai të pezullohet dhe të rishikohet ashtu siç është rishikuar në 22-shin, është dhënë leja në 22-shin, është dhënë në 24 një përshikim, të bëhet edhe një rishikim, por kësaj